trajtojmë edhe përmes ndihmës regjisë grafikisht rezultatet e fiksuar në javën e 18. Turbina Dinamo 1-1, Apolonia Luftëtari 0-0, Sopoti Pogradeci 0-2, Elbasani Shkumbini 1-0, Butrinti Lushnja 0-0. Vazhdon të kryesoj klasifikimin Luftëtari në kuotën e 43 pikëve, i ndjekur nga Apolonia dhe Pogradeci me 41, Lushnja 25, Sopoti 21, Shkumbini 20, Dinamo 18, 15, Butrinti 13, Turbina dhe në fund Elbasani me 12 pikë. Një rezultat që ndoshta jep më tepër avantazh skuadrës Luftëtarit, pikërisht në Fier përballë Apolonisë 0-0, ndërkohë që në anën tjetër Pogradeci i Stojkut ja delt fitoi përballë skuadrës tij, pra tekniku Stojku Sopotit me rezultatin 0-2 në një ndeshje që është luajtur në fushë krye. Ndjekim dy kronikat e përgatitura nga Dëfrimet Hasani dhe Erkan Çutra dhe kthehemi sërish në studio. Luftëtari reziston dhe Apolonia mbetet në vend numëro. Është kjo dicitura një kryendeshje të kësaj jave luajtur në stadiumin Loni Papuçiu në qytetin e Fierit. Mundësinë e artë të krijuar futbollistët e Tanjeit Mërgjyshi nuk e shfrytzuan si duhet dhe një barazim në paq 0-0 kalon në fuqi renditjen që ishte por tashmë të kërcënuar prej Pogradecit që shkon në 41 pikë dhe barazohet në Apoloninë, që në fillim të takimit duke se në fush ka vetëm një skuadër. Sulmet ndjekin njëri tjetrin dhe Rajković, Lazarević, Dima Ozuni, madje dhe mbrojtësit Nako e Kaja shpeshherë godasin portën kundërshtare. Por kalaja Gjirokastrës mbrohet me kujdes dhe nuk lejon rrëzimin e saj. I mbyllur si në bunker, ekipi Gjirokastrit shumë rrallë del në gjysmëfushën e vendësve. Edhe pjesa e dytë thuajse ka të njëjtin ritëm, përjashto faktin që ndryshimet e bëra për miqt, sikur vendosin një lloj ekuilibri, madje edhe ata ku në sulmojnë. Por Rajković e Dimo godasin sërish heraherës portën e Mirakës, që duhet përmendur që ka emrin e madh të këtij barazimi Pagola. Një tjetër protagonist për miqt konsiderohet Vrami i futur në pjesën e dytë, i cili gjen hapësira boshe në mbrojtjen e fierakëve dhe rrezikon disa herë. Rrjetat nuk u prekën, me gjithë dëshirën e madhe të miqve dhe skuadrës së Apolonisë, që do duket se doli e humbur edhe pse ndeshja u mbyll në barazim Pagola 0-0. Nga një pikë për Luftëtarin dhe Apoloninë, është fundi një derbi që nuk gjeti fituesin, ndërsa fërkon duart Pogradeci që afrohet më shumë drejt kreut. Fieri është ekip shumë i mirë, ka një ekip i cili është punuar 2-3 vjetë radhazi, ka pak afrime dhe e dinim që do ta kishim vështirë këtu brenda. Është një ekip që mua më ka lënë mbresa të mira edhe nga faza e parë që ne kemi luajtur me këtë ekip. Besoj dhe ai e meriton të jetë në vend të parë, po njerëzit duhet të jenë në vend të parë. Fatmirësisht për ne jemi ne. Gjithë ndeshjet janë të vështira, kështu që janë edhe 9 finale tjera, kur ne do të shohim përpara, pavarësisht se sot nuk ishim dhe shumë të qartë ndoshta të tensioni i ndeshjes dhe mungesat që kishim, qoftë Krasniki, qoftë Sako, por edhe ajo si shpjegova, mbrojtja e dëndur e kundërshtarit që na ngushtoi shumë hapësirat, nuk na lejuan që të ishim shumë të qartë dhe shumë të thjellët. Megjithatë, prapë është një pikë që nuk na nxjerr nga lufta, por na mban të tensionuar dhe të tendosur deri në fund të garës. Pogradeci mban hapin e kryesuesve teksa kanë mundur me rezultatin 0-2 Sopotin në stadiumin e fushkryes Redi Maloku. Golat e toplarit dhe Mihanit në të dytën pjesë i dhanë një 3 pikësh mjaft me vlera liçenorëve. Në pjesën e parë të dy skuadrat u munduan të rrezikonin, por nuk arritën të ishin kërcënues me shifra që mbyllen në 0-0. Fraksioni i dytë nis me një marsh tjetër ku në minutën e 49 Pinto rrezikon por pa arritur të gjejë kuadratin e mbrojtur nga Saraçi. Por 5 minuta më vonë është braziliani që bën gjithçka vet, harkon dhe në zonë gjendet toplari ku e dërgon në rrjet dhe 0-1. Librazhdasit nuk kanë çfarë të humbasin dhe hidhen në sulm, dhe në minutën e 56 gjyqtari Hoxha akordon 11 metrash për Sopotin. Ekzekutimin e merr sulmuesi Çota që këtë herë nuk është i saktë para bytyçit me topin që shkon jashtë. Tekniku Stojko vazhdon të diktojë një lojë më të fortë dhe në të 62-ën dyfishojnë rezultatin me Mihanin. Mesoshorin nga goditja dënimit ekzekuton mjaft mirë dhe topi përfundon në rrjet dhe 0-2. Sopoti nuk ka më forcë të reagojë, por rezultati mbetet i njëjtë. Pogradecarët vazhdojnë të ushtrojnë presion Apolonisë dhe Luftëtarit, ndërkohë që Sopoti mjaftohet në mesin e tabelës. Ne u munduam të nëpërmjet forcave aq mundësive sa kishim ta vinim në përgjegjësi ekipin e Pogradecit. Arritëm që të merrnim dhe një penallti të cilin mund të kthehej në barazim, por nuk arritëm ta shnonim, ndoshta edhe fati nuk na ndihmoi.
kishim vlerësuar në maksimum ndeshjen për pozitat që kemi në klasifikim, duke pas parasysh që edhe rivalet tanë ndeshën me njëri tjetrin, kështu që ne do të thoya nuk na lejohesh hap falç në këtë ndeshje, megjithëse ndeshjen e kishim përgatitur gjatë gjithë javës. Nuk bëjnë keq dy kryesuesit njëri tjetrit, Semir. Duke se prisja në ndeshje më të mirë se pastaj ndeshja e fortë ishte me 50 ishin mundësit. Pavarësisht se luajnë fjerë. Një fjerë tjetër dhe i bonus sepse është një fushë ku mund të luhet futboll, s'ka asnjë problem. Po prisja në ndeshje pak më duke pas parasysh që janë dy skuadra shumë cilësore që ne e kemi evidentuar gjithmonë, domethënë dy ekipe me njëra me buxhet shumë mirë, një tjetër skuadër që ka rrit pothuajse të njëjtin grup, mendova se do të bënin më mirë. Megjithatë duket nga herë intereson, nga herë intereson edhe futbolli më shumë sa pikë. Pastaj ti je pragmatist, është puna e tyre, sa ata do pikët. Megjithatë duket si rezultat që është më i mirë për ju, Arifej. Them drejtën, ne kishim vlerësuar maksimalisht ndeshjen, duke parë edhe rezultatet pozitive në seri që kishte Apollonia, sepse kishte 8 fitore rresht kampionat, plus edhe ato miqësorët që kishte bërë, ishin kundërshtar në formë. Dhe domosdoshmërisht ishte domethënë maksimalisht e vlerësuar nga ana jonë. Duke qenë se ne vinim të luanim për dy rezultate, sepse na interesojnë të dy rezultatet. Mendoj se ndeshja u bë më tepër taktike dhe prandaj nuk u bën ndeshje. Pak hapësira për të dhënë lojën e sepse të dy ekipet kishin presion për të arritur fitoren, të them drejtën, nuk është se su lut për të fituar, por domethënë nga presioni që kishin të dy skuadrat, mendoj që humbi edhe pak nga loja dhe nga gjërat e tjera. Do të kishit firmosur para ndeshjes për një barazim? Ne kishim, domethënë gjatë gjithë javës e kishim përgatitur që të merrim një rezultat pozitiv, sepse na interesonte të kishim të ruajmë vendin e parë. Dhe edhe për arsye të moralit, domethënë edhe për vazhdimësisë. Dhe gjithashtu edhe për të ndaluar kundërshtarin. Kështu që për ne ishte një rezultat pozitiv që e pritshim. Duke patur parasysh atë që ju sapo thatë që Apollonia vinte nga 8 fitore radhazi, treguat karakter me mënyrën se si përballuat një transfer kundër vendit dytë që ishte edhe rivali më i rrezikshëm. Them drejtën, Apollonia është një ekip shumë i mirë. Domethënë është një ekip që vendoset shumë mirë në fushë, me një trajner shumë të mirë, me një staf kompletuar, edhe është një ekip që duhet vlerësuar maksimalisht. Sepse është një ekip që luan njësoj si brenda dhe jashtë. Dhe normalisht ne kishim marrë masat e duara që paktën mos dilin të humbur nga kjo ndeshje. Edhe një pyetje të fundit në lidhje me trajnerin tashmë. Trajneri i ri, i treti për këtë sezon. I dyti i bin sepse ishte provizor. Profesor Vasili ka një post aty tek ekipi, është drejtor sportiv dhe ju besua ekipi për këto dy ndeshje, besoj. Edhe për profesor Gertin gjithë e njohin, ka punuar me ekipe superiores edhe të kategorisë parë. Është bërë prezantimi? Jo, nesër bëhet prezantimi, me që kam informacion. Edhe besoj që ishte zgjedhja më e mirë që mund të bënte klubi. Edhe shpresojmë të kemi një ecuri pozitive dhe të arrijmë objektivin. Devolli, ti e një mirë ambientin në Gjirokastër. Këto lëvizjet e trajnerit tashmë me ardhjen edhe të Haxhiut, janë zakonisht për mirë apo për keq? E rëndësishme është që luftëtari ka një grup të mirë futbollistash, ka buxhet të mirë dhe kushdo trajner domethënë që ta marrë ka punën më të lehtë. Megjithatë i uroj miku tim Gertit punë të mbarë dhe suksese dhe inshallah edhe si Gjirokastrit që jam ta nxjerrin Super League ekipin. Semir? Tani unë Gertin e njoh mirë dhe është për t'i bërë urime edhe me gjithë zemër për ato që për punën që do marrë, domethënë ai ka eksperiencën e nevojshme për ta drejtuar skuadrën. Po ekipi tani në këtë rast është për të përshëndetur që të zgjodhen një trajner profesionist. Nuk e di, nuk e njoh zotin Papa tani se çfarë është, po meqenëse se ai është drejtor teknik dhe ishte provizor, ata nuk mund ta lirin skuadrën pa trajner. Zgjedhë më e mirë se Gert Haxhiu, kishte bëj gjë. Okej, megjithatë për t'ju kthyer pak ndeshjes, rezultati ishte ai që shpresonte Pogradeci. Tashmë 2 pikë larg, por ai vendi tret që e favorizon ta pres në shtëpi luftëtarin dhe jo ta vizitoj.
Mendimin e grafikës dhe të regjisë shohim edhe kalendarin për javën e parë, javën e ardhshme, pra të parë në fazës tretë. Po se mirë? Unë vazhdoj ta përsërisi, nuk jam me këto llogaritë, sepse mund dalin edhe ati ku se pret, domethënë që ti të bësh hap false dhe ta kompromentosh kampionatin. Ja, kemi edhe javën e 19, luftëtari pret Elbasanin, Apolonia Turbinën, Pogradeci Butrintin, Lushnja Dinamon dhe Sopoti Shkumbinin. Po të shohësh këtu tani, këto thua që fitojnë gjithë vendet, se për nuk është se ndodh gjithmonë. Ajo që më bën përshtypje është që fitojnë një ndeshje që tregoi edhe çik forcë karakteri, sepse ishte një ndeshje që pati edhe polemika gjatë javës, vendi ku do zhvillohej ndeshja që Sopoti një javë përpara luajti me shkoi deri në Kukës për të kthyer në Fushkruj pastaj. Fushkruj, pastaj Sopoti një javë përpara vajti me trindat janë. Një javë më parë me luftëtarin e Arifajt mendonte për të ardhmen, ndërsa luajti me trind, mbiles kishte as trajner, tani ishte ekipi i plot. Edhe ndeshja duhet që ishte ndeshje e vërtet, kështu që mund shpresoja, kemi thënë dhe radhës që kaloi, që gjithë ndeshjet janë të vërteta, siç bëri Devolli me atë me Kamzën, me kundër Korabit, siç bëri edhe këta tani me Pogradecin, se fituan dhe një penalti dhe humbën dhe ndeshja mund të kishte rezultat tjetër. Unë them komplimentet që e majtën presionin për Pogradecin dhe ka një skuadër që do konkurrojë deri në fund edhe më vjen mirë domethënë që është aty ku është. Do të shtoj diçka për ndeshjen, sepse këtu po flitet për një Sopot që erdhi me rezerva ndaj këtej, po ne gjetëm një ekip. Ishte evidente. Rezerva ishte. Po gjetëm një ekip tej mase të mobilizuar. Nganjëherë kur mendon që një ekip po të vjen kështu, ne nuk po flasim për performancën. Jo, ishte një ekip tej mobilizuar, biles ne u dëmtuam 3 lojtarë aty. Ta ke ndeshja, domethënë ne humbëm shumë nga ndeshja. Nesha ishte Nesha ishte në ndryshe për shembull që të fal se të ndërpres. Ndryshe që ti shkote Besa me 100% skuadrë, tani ata për arsye që janë objektive, se kishin lojtarët ose të skualifikuar ose të dëmtuar, nuk shkon. Ti tani vjen me trit edhe me mendon për të ardhmen dhe javës tjetër nuk mendon më për të ardhmen. Po, nuk e di, këto janë... Ai boni lojën e vetëm e boni, po. Këto janë zgjidhjet e atyre në sulmëzierët e ekipeve të tjera. Jo, nuk penalizojnë njëri, jo. Nuk po penalizojmë njëri. Jo, absolutisht jo, thjesht për të thënë, domethënë, si ishte. Një fitore kundërisht skuadrës, sa vlen Tori? Me fal desha të nale me çik sepse u kalu muhabeti në rrimi i trajnerit për sa i përket luftëtarit. Nuk mund të rri pa përmend sepse kemi këtë profesion, Allun edhe Devolli, është për të ardhur keq si të largohet një trajner nga vendi i parë. Është e çuditshme, mund të ndodhin vetëm në Shqipëri këto është realitet. Dhe unë nuk kam asgjë me Gerdin dhe i uroj shumë suksese tek ekipi, se nuk ishte Gerdi si hoxhi trajner. Por të largosh një trajner të cili i beson të formojë skuadrën, ku është një pjesë shumë e rëndësishme. Ti besosh me formu një skuadër një trajneri dhe të largosh në pozita shnoshta kur skuadra është në vendin e parë, duket diçka absurde. Dhe sipas eksperiencë kam unë, me këtë ndrrimin e këtij trajnerit të vrojnë gjinohet mbrapa dhe e shoh me një ndryshim jo të mirë në këtë fazë, ndryshimin e trajnerit tek Gjirokasa. Pikërisht ishte ajo çfarë desha unë të synoja, por Arifaj, në lidhje me zëvendësimin e trajnerit me që u rikthye se çështje tashmë. Tani, këto janë, domethënë, unë s'mund të diskutoj për këto gjëra, sepse janë drejtuesit ato që marrin vendimet. Jo, ajo që doja të dija është që ti eshe me pozitivitet ardhjen e i trajnerit si Haxhiu. Po, as nuk diskutohet. Unë kam punuar më parë me profesor Gerdin dhe besoj se do bëjmë mirë me profesor Gerdin. Okej. Dhe uroj suksese. Kthehemi pak tek Pogradeci, një fitore e Stojkut kundërisht skuadrës tij. Të radh ja doli është në pozita më të mira, doli në momentin më të mirë të mundshëm. Është vetëm 2 pikë larg tani. Se edhe barazimi e favorizoi barazimi e Apollonisë me luftëtarin, 2 pikë larg tani në ndeshje. Do ketë ndeshje direkte, i ka mos thuaj se gjithçka, megjithëse është 2 pikë më, gjithçka i kanë këmbët e veta tani. Varet nga vetë skuadra. Kështu që prandaj edhe besoj me këtë grup që ka që kemi thënë që në fillim që është një nga skuadrat që nuk ka bërë shumë ndërhyrje në merkato, ka ruajtur atë grup që ka pas edhe nga njerë është mirë edhe kështu, lojtarët e njohin mirë njëri tjetrin dhe ja, edhe frytet i merr. Kështu që kam përshtypjen që do jetë kocka fort deri në fund. Nuk diskutohet fare që do jetë. Këtë herë një nga lojtarët më të mirë të kampionatit, Mirel Çota, ka humbur një 11 metër që ndoshta mund ta ketë penalizuar skuadrën e Sopotit që në ato momente do të kishte barazuar.
Është normale, janë gjëra si njollin ato, pavarësisht penaltisë humbur, sipas fragmente që pamë këtu në lojë, po Gradeci ka një skuadër shumë të mirë dhe erdhi ai barazimi midis dy skuadrave kryesuese si Salla e Sajmir në momentin e duhur. Dhe unë ju garantoj se do të jetë dhe në bazë të shortit të cilin është hellur, të garantoj se po Gradeci do të jetë një ndër kryesorët për daljen në Super. Një ndër kryesorët. Sepse mos harroj, pam edhe golin në mrekullueshëm të Mihanit. Deri tani ishim duke folur për fushat e vështira. Direkt në javën e dytë ka të shkojë në një fushë shumë të vështirë ekipi i Gjirokastës. Sajmiri nuk beson shumë tek këto llogarit, po janë të rëndësishme kam përshtypjen. Nuk është e njëjtë se shkosh lush në Cerrik dhe shkosh lush në Sarandë, sepse ajo fusha lojtarë të cilët dinë me lut futboll nuk i let losin futboll. Dhe fiton ajo si shpame më përpara ajo lufta sportive dhe antifutbolli dhe pastaj kur tikun e të marrën 90 minutë si tikun pikti. Bëhet llogarit mbrapa. Në Sarandë vajti dhe Lushnja, por nuk arriti të fitojë. 0-0 ka përfunduar sfida mes Butrintit dhe Lushnjës, ndërkohë Elbasani bën goditjen më të rëndësishme sepse fiton 1-0 përballë Shkumbinit, duke ngushtuar mjaft diferencën nga zona e shpëtimit, ndërsa vetëm 1-1 mes Turbinës dhe Dinamos. Ndjekim kronikat e përgatitur nga Dëfrim Hasani dhe Erga Krya. Butrinti humbet një mundësi të mirë për të mbajtur larg zonën e ftohtë të klasifikimit, me barazimin pa gola përballë Lushnjës. Në takimin kur duheshin më shumë 3 pikët, Sarandiotët bllokohet nga një kundërshtar pa motiv, ndërsa reklamojnë 11 metrash të padhënë nga Halo. Në fakt, pavarësisht posimit përpara të Butrintit, janë Verdi e Shilët, që tregohen të rrezikshëm me sefën që në çastin e fundit frenohet nga Xhibro. Lushnja luan qetë duke qarkulluar topin për të kërkuar pasimin e duhur drejt sulmit. Në anën tjetër Butrinti ka vështirësi të thyejë mbrojtjen kundërshtare dhe provon nga distanca pa rrezikuar seriozisht spahun. Mbetet në sulm edhe në fund të pjesës së parë Butrinti, por tentativat e Myrta dhe Rugjit nuk gjejnë rrjetën, duke i çuar skuadrat në ekuilibër të plotë në dhomat të zhveshjes. Butrini në fakt është insistues me rifillimin e lojës dhe vetëm shtylla pengon Rugjin të gëzohet golit në të 48-ën në goditjen me kokë. Lushnja mbrohet si mund, por vendasit protestojnë ashpër 2 minuta më pas për një 11 metrash në prekjen me dorë brenda zonës. Halo vazhdon lojën që tensionohet nga 2 episode. Sarandiotët janë shtyr me forcë përpara në kërkim të fitores, por pa mundur të kompletojnë misionin. Në fund tension mes teknikut Bano dhe një grupi tifozësh që tregojnë qartë situatën në cilën ndodhet Butrinti. Me 15 pikë, skuadra e shehut ndjen tashmë 2 distanca larg Turbinën, përkohë që duhet ketë kujdes edhe nga rikthimi i Elbasanit tek vendi i fundit, tashmë në kuotën e 12 pikëve. Për ne ishte një ndeshje shumë e vështirë, duke pasur parasysh që edhe kundërshtari donte pikë. E kishim vlerësuar në maksimum, se duhet jemi sa më larg zonës, edhe pse jemi në mes tabelës, duhet jemi sa më larg zonës ftohtë, që të jemi të qetë. Plus edhe politikat e klubit janë që të duhen marrë pikët maksimale në fillim, që të promovojmë futbollistët tanë që kanë minutazh më të pakët. Duke parë që Bashkia e Lushnjës nuk ka mundësi që të bëjë kontrata dhe blerje, të marrë lojtarja Banxhin, ne jemi detyruar tash që punojmë fort për pikët maksimale, të ruajmë mezin e tabelës edhe njëherë thekso pak më përpara që të promovojnë sa më tepër futbollistë. Ringjallët Elbasani që ka pritur 4 muaj për të marrë 3 pikë derbin me fqinjet e Shkumbinit, skuadra e trajnerit Dosti e ka fituar me shifrat e ngushta 1-0, por që kanë mjaftuar në cilësinë e 3 pikëve. Fillimisht janë miq që me anë të Lucës mund të ndryshonin shifrat në minutën e 11 të pjesës parë, por Elbasani vëzile në alarm dhe gjen golin e shumë kërkuar. Është minuta e 25 dhe Abazaj me një goditje të fuqishme nga jashtë zone tundër jetën e portierit Pepa, 1-0 dhe vendësit janë çliruar tashmë pas një vuajtje të gjatë dhe pritje disa muajshe. Nga ky moment futbollistët miqë vënë në shënjestër portën e Kalemanit, por pritjet dhe fati bëhen bashkë në një ndalesë të tyre për barazimin. Pjesa e dytë sërish nis mirë për Shkumbinin, që kërkon me ngulm golin e barazimit, por tashmë verdë blut janë vënë në garë për të mbrojtur shifrat e fitores. Në minutën e 58, përsëri Luca vënë në rrezik kundërshtarin, duke trënditur traun e portës. Në fund të takimit, Elbasani me Toçin mund edhe të dyfishonte rezultatin, por përballë Pepës, sulmuesi Elbasanas ka hezituar. Mbyllet gjithçka me shifrat 1-0 dhe Elbasani tashmë nis kërkimet për mbijetesën sepse pikët e shpresës më në fund erdhën. Bëhet qefi për 3 pikët, normalisht tash i fillon vështirësia më e madhe sepse është faza 3 dhe nuk falet më as i gabim.
Turbina bën një tjetër hap fallës në shtëpi, Cerrikasit ndalen në barazimin 1-1 me Dinamon. Takimi është zhvilluar pas spektator, pasi stadiumi në Xhip Trungu është i dënuar. Sinjali i parë vjen nga vendasit ku me anë të Perez dhe Çaushajt krijojnë mundësi të mira shënimi. Dinamo kundërpërgjigjet me anë të Gërgjos, ku pas një goditje dënimi, në një distancë prej 18 metra, topi shkon në rrjet. 0-1 për dinamovitët. Pas pësimit të golit, Turbina vihet në lëvizje duke krijuar raste të njëpasnjëshme shënimi, dhe përpjekjet e tyre finalizohen në minutën e 40, ku Çaushaj barazon shifrat në 1-1. Pjesa e dytë na ofron të njëjtën panoramë me një dominim të vendasve, por rastet e krijuara nuk shfrytëzohen nga sulmi. Rasti më flagrant është ai i minutës së 81, ku Muhollari me portën e boshatisur godet traversën. Rrjedhin minutat dhe rritet rysnia tek vendasit që janë vazhdimisht në sulm në kërkim të golit të dytë, por Dinamo është e ngjeshur në mbrojtje dhe nuk krijon zona të lira për kundërshtarin. Me shifrat 1-1 mbyllet 90 minutshi i këtij takimi. Pas përfundimit të fazës së dytë, Turbina e sheh veten në 2 pozicionet e fundit të renditjes, dhe faza e tretë rezervon kalendar të vështirë për Cerrikasit, ndërsa Dinamo i mbyll këtë fazë në vendin e 7 me 18 pikë. Java e parë e fazës së tretë i rezervon transfertën në Lushnjë. I patëm dhe mundësit, më vjen keq donë për ekipin pasi të 4 ndeshje donë takime jemi ndëshkuar duke marrë gola vetëm nga goditje standarde, të cilat janë dhe fati brenda donë të këto goditjet, por që besoj se sot duhet kishim marrë diçka më shumë se sa barazimi. Loja u bë më shumë agresive, edhe mes pastrim në zone, nuk u luajt futboll domethënë normal. Megjithatë, që kur erdha këtu isha i kënaqur me barazimin që më pash tek terren. Isha i kënaqur me barazimin po ta merrni. Polemika në fakt tek Butrinti në përballjen me Lushnjën për një 11 metrash të mohuar, ndoshta edhe pozita dhe fakti që Lushnja ishte një skuadër pa motiv e ka bërë më të ndjeshme këtë situatë, Semir. Tani pa motiv, pa motiv tjetër, është pa motiv që ta havesh sportin. Jo, pa motiv, pa motiv në kuptimin që nuk është se Lushnja e ka thënë që në fillimet e thënë zyrtarisht, edhe duke qenë dhe shefi klubit dhe trajneri përsërit ndeshje për ndeshje, që përgatitet për sezonin tjetër, kampionati e tyre ka mbaruar domethënë për synimet madhore. Po, deklaroi pas ndeshjes edhe Bano. Që atë promovojmë ata futbollistë që kanë 3 se mbase do ju duhet në një edhe për edicionin tjetër që sigurisht do i ketë prap objektivat e mëdha për superior, por kjo nuk do të thotë që do shkoj gjithkund e do fali ndeshje për ndeshje. Jo, absolutisht. Tani ta bëjnë agresiv se Lushnja luajti futboll. Jo, bën agresiv. Pse Lushnja që s'kishte gjë për të arritur? Po kam se s'kishte gjë, po fitoi 3-0. Po loze këtu të shenjë, po loze drejt. Po ç'është kjo punë? Nuk duhet, ë? Po s'quhet. Plori, më duket edhe një shigjet drejtuar Bashkisë Lushnjës nga tekniku Bano, ajo që deklaroi që ne nuk është se kemi buxhet lart si bashki dhe mundohemi që të manovrojmë lojtarët që kemi në dispozicion, pra edhe me lojtarët e rinj. Është e vërtetë ajo, është e theksuar edhe më përpara, këto janë probleme, megjithatë ato e kanë të qartë synimet si skuadër. Promovimi aty në elementit të ri, Lushnja ka pas gjithmonë futbollista cilësor të cilët ka traditë, megjithatë më vjen gjëna kur e shoh Lushnjën këto pozita dhe kur ndëgjoj deklaratën e Allmuçes, i cili thotë për Dinamo jam në mall jam i kënaqur të marr barazimin Cerrik. Vjen keq, por kjo është realiteti i futbollit. Se këto duhet me rjesjell në vëmendje. Ata që në janar nuk bën fare merkato, sepse duke me pa që objektivat ishin komprometuar tani nuk kishin më shanse të kishin minimale. Edhe nuk kishim se logjika sepse shpenzon lekë kur ti nuk ke asnjë objektiv shtesë. Kështu që ata kanë një shkollë të mrekullueshme, kanë futbollistë të rinj që nxjerrin edhe që shkojnë andejtë nëpër Shqipëri, i provon ata, i promovon, themi se nuk gjeta fjalën, edhe i ketë gatshëm për rast tjetër. Kjo prandaj të detyron që ti lush gjithë ndeshjet me seriozitet, se ata që do i thosh që fëmijë sa është fut e para ti thoshë leje pastaj mësoj futbollin? Ne kuptoj. Arriva në fakt është renditja e ngushtë dhe kjo e bën edhe më të vështirë për ju skuadrat e Kreut, sepse të gjitha luftojnë për pikët e veta. As nuk diskutohet, unë personalisht nuk quaj asnjë ndeshje favorizuese. Biles nganjëherë ato ndeshjet brenda të bëhen më të vështira, duke ditë që kundërshtarët vinë dhe mbyllen dhe mbrohen me shumë veta. Edhe ne kemi pas vështirësi këto kohë të fundit për të siguruar rezultatet mbi 1-0. Kemi krijuar shumë, edhe
du të them që nuk ka më ndeshje të lehta, domethënë. Pastaj kam përshtypjen që kundër jush pjesa më e madhe e skuadrave mbyllen. Absolutisht po, jo vetëm në Gjirokastër, por edhe kur luajm jashtë fushë. Janë ekipe që mbrohen me shumë forca. Edhe ne kemi pas vështirë t'i çajmë, të nxjerrim gol. Okej. Ju kujtoj që pas pak çastesh do të ndiqni drejt për drejt në televizionin shqiptar edhe takimin mes Partizanit dhe Skënderbeut. Është momenti kur lojtarët po zbresin nga autobusi për në stadium dhe të bëhen gati pra për supersfidën e javës së 26 superiores. Mos harroni në orën 19 do të transmetohet drejt për drejt pra kjo ndeshje mjaft e rëndësishme e superiores në televizionin shqiptar, por emisioni sigurisht apo transmetimi direkt që lidhet me këtë takim do të filloj edhe më herët me gazetarët që do të jenë në mbështetje dhe me opinionet e tyre nga stadiumi Qemal Stafa. Kthehemi pak tashmë tek Dinamo, por më falni përpara se të dalim te Dinamo, shohim dy momente mjaft delikate në takimin mes Butrintit dhe Lushnjës. Është episodi ku sarandiotët kanë protestuar mjaft për një 11 metrash të padhënë në favor të tyre. Shohim momentin me ndihmën e regjisë. Është një prekje me dorë brenda zonës ku pretendohet për 11 metrash. Arifaj, ky është momenti këtu. Është njëta ato. Po, është shumë afër, është distancë shumë afërt. Plus që topi në fillim shkon tek këmba e lojtarit, pastaj në dorë, domethënë është komplet e pavullnetshme. Dhe mendoj që s'është penalti. Samir? Pas s'është penalti ku do të çotë dorën aty janë një trup në trup. Ky ka qenë momenti më i nxehtë. Shumë afër, Nuk ka fare logjik, nuk ka arbitri ta penalti tjetër. Flori? Është dorën e arbitrit. Sepse aty si dorën e arbitrit, rregullore është rregullore. Po që afër është një opsion, se kemi debatuar dhe herë të tjera dhe bile dhe me arbitrat të cilët drejtojnë këtu në Shqipëri, dhe është një opsion si është lënë një rregullore në mënyrë të tilla raste kur është afër lojtari kundërshtar. Kur ka një distancë të afërt me lojtarin kundërshtar dhe në atë moment nuk ka një reagim të dukshëm të dorës ose një hapje të dorës me vullnetin e tij, është sa është hapje dorës me dinamikën e lojës. Dhe sa është rrezikshmëria tek porta kundërshtare. Dhe them se aty mund të jenë bazuaj sepse ka pas një rrezikshmëri të vogël nga që ka shumë lojtarë të Lushnjës dhe mund të jenë bazuar, po moment është ai. Është një moment në fundin e ndeshjes, është e njëjta situatë, biles mos them më evidente, më e qartë. Dhe nëse ajo do jetë penalti, besoj se ajo jona do jetë më shumë se penalti. Nuk e di nëse e keni si. Jo, nuk e kemi edhe një rast tjetër në këtë takim, goli anulluar Dinamos. Është pikërisht, më fal Lushnjës, është pikërisht ky goli momenti kur është akorduar faul në sulm. E shohim edhe një herë për të patur një ide më të qartë se çfarë ka ndodhur. E ka shtyra ai tjetri se jo Sefa. Kush e ka bërë golin? Arifaj? Të drejtën, është çike vështirë se ai që godet topin s'besot këtë bë faull, vetëm nëse ka bë faull një lojtari tjetër. Flori? Po, është faull nga lojtari tjetër. Duket dukshëm sepse ka kap kundërshtarin. Jo Sefa, por lojtari tjetër. Pra, edhe në këtë rast është vepruar drejt. Samir? Qofse ka kontakt përpara se Sefa duhet si gjupa. Jo, Sefa, lojtari tjetër si shkon mbrapa tek shtylla e dytë. Ka vënë durët sipër. Po ka vënë durët, pastaj e heq mbrojtësit mundësinë që të reagojë me Sefa, mbase duhet vendimi drejt aty. Po nuk e di Davos siç kishte diçka për penalti. Jo, unë kisha me këtë duhet me këtë punë e dorës në zonë. Duhet ta ndajë sepse ajo për shembull në mes të fushës arbitri ta jep faull. Atë dorë. Dhe kështu duhet të bëjë një standard. Çfarë është prekje me dorë në zonë, afër larg, penalti dhe sepse gjyqtari këtu pastaj bën dy standarde. Njëre jep prandaj atë që thonë Flori e jep e kupton e ka në dorë. Është në dorë të arbitrit. Është në varësinë. Pse ti lësh gjyqtarin në dorë kur po ta bësh, kjo është në gjithë botën, ëh, sepse po, flasim për rregulloren e FIFA-s dhe UEFA-s. Champions League, jo është afër, jo është larg. Nëse është kontakt, jep penalti, ta bëjnë standard, domethënë kjo zgjidhje njëre mirë për mua. Okej, një barazim mjaft i rëndësishëm edhe për Dinamon, siç e theksoi edhe Elmuxa. Një barazim do të ishte mjaft i pëlqyeshëm për ne që në fillim. Për Dinamon ja që nevojën pikë nuk diskutohet për të larguar sa më shumë zonës tonë. Dhe dy pastaj me i fushë është
që pam edhe të themi e vështirë nga ana sportive, tani nuk mund të thosh më sepse sa e që bie rradha që shef fushën e Corrikut, sidomos kur koha është e keqe, është ajo fusha që ne shohim aty që nuk e di se ka zot të luajë futboll atje, edhe këta vazhdojnë e luajnë në këto fusha. Këtu s'është fjala as të Corriku, as të Mamorës. Këtu janë ata që organizojnë aktivitetin, që këto fusha nuk duhet licencohen fare, është e tmerrshme. Që të lush me atë standard, domethënë. Ne po flasim për kategorinë e parë, se themi tani se është kategori inferiore dhe hajde. Kategoria e parë që po gjithë ta punojnë atje me mishe me shpirt, me vështirësinë që të sjell edhe diku paguhesh, diku jo, diku ti vonojnë, diku shahesh, diku fyesh, edhe karrierën e vetë vën vështirësi, edhe do lush ajo fusha pastaj aty që përgatit futbollist për t'i çuar superiore dhe luam atë fushën mizerabël atje. Okej. Po të them, kam folur sot me Gertin në telefon, kam uru e kështu, edhe jep e thash ma se tani e kupton ekipin e ketër mirë, çfarë thonë, javën e dytë ikin në turbinë, me turbinë ata fusha mastakër. Direkt, e kupton. Është ajo që thotë Sajmir, është turp domethënë tani akoma me këto. Është ajo që thotë Sajmir, po është ajo që thotë Flori. Po ti që licencon. Se këta i kanë lojtar teknik, e kupton. Okej, kemi mbritur në fund. Një fjalë edhe për Elbasani, një fitore që e sjell në pozita për tentuar shpëtimin tashmë. 12, 13, 15. Unë nëse meriton njëri komplimenta, u them dosi, unë komunikoj shpesh me të dhe më vjen keq që mundohet ai shumë pa asnjë mundësi financiare, pa asgjë, edhe mundohet ta mbajnë në të skuadrë me aq sa mundën kategori të parë, është nga herë është gjuna, nga herë është për të thënë bravo të qoftë që punojnë me aq shumë pasion. Ka mundësi që pasioni nga herë është më i fortë se Okej, kalon të gjitha limitet. Kemi mbritur në fund, falenderoj të ftuarit e mbrëmjes së sotme, Elvis Plorin, trajnerin e Kastriotit, faleminderit që ishit me ne, lojtarin e Luftëtarit, Besmir Arifaj, faleminderit që ishit me ne, trajnerin e Kamzës, Bledar Devoli, faleminderit, gjithashtu dhe Sajmir Demit për erdhur në emisionin ton. Ndërkohë ju kujtoj që përpara siglës mbyll se do të ndiqni edhe një material lidhur me finalen e Kupës Shqipërisë në volejboll për femra që është fituar nga Barleti Volej, ndërsa më pas ju kujtoj se transmetimet do të vijojnë siç thash me takimin e javës së 26 të superiores mes Partizanit dhe Skënderbeut, ndërsa në mbrëmje mos harroni rubrikën sportive në 22:30 në drejtimin e Ygër Tasakos. Bashkë do takohemi të hënën si zakonisht, por në 18:30. Mirupafshim. Kupa e Shqipërisë në volejboll për femra është sërish pronë e Barleti Volej. Skuadra e drejtuar nga trajneri Hasan Gurabardi ka mundur në finale Tiranën me rezultatin 3-1, duke fituar për herë të tretë radhazi Kupën e Shqipërisë. Ndeshja është zhvilluar e bukur dhe me mjaft rivalitet. Fillimisht janë volejbollistët e Tiranës që luajnë më mirë dhe arrin të fitojnë setin e parë me rezultatin 25-21. Në të dytin, lojtarët bardhë e blu kanë luhatje në organizim. Nga kjo përfitojnë universitarët e Marin Barletit që udhëheqin 4-1. Gabimet në blok dhe në pritjen e topit të parë nga ana e volejbollistëve të Tiranës bëjnë që të përfitojnë kundërshtarët që fitojnë setin e dytë 25-18, duke e barazuar lojën në 1-1 me sete. Seti i tretë është më i bukur i takimit. Tirana e nis mirë dhe udhëheq 8-3. Më pas ekuilibër i plot në fushën e Aslan Rusit, 24-24. Lojtarët e trajnerit Gorenca nuk kontrollojnë emocionet dhe presionin dhe 2 pikët e fundit i takojnë kampioneve në fuqi. 2-1 për Barleti Volej. Seti i katërt është në ekuilibër deri në barazimin 8-8. Më pas çdo gjë flet për kampionet që fitojnë setin e katërt 25-16 dhe krejt takimin 3-1. Finale e Kupës së Shqipërisë në volejboll për femra midis Barleti Volej dhe Tiranës u transmetua drejt për drejt nga televizioni shqiptar.